Partia Demokratike e Kosovës ka ngritur ankesë lidhur me votat e Mërgatës pas dështimit të saj për të penguar votimin përmes postës. Antari të VV-s në KQZ, Alban Krasniqi, i ka shkruar në Facebook se PDK po ankohet për votat e Mërgatës, pasi dështuan ta pengonin dhe ta pamundsonin votimin përmes postës. Sipas tij, vetë miratuan në KQZ procedurën dhe afatet, e tani kur Mërgata u vetë organizua dhe arriti të sjellë flet votimet nga e gjithë bota, ky fakt u bë problem për ta. PDK-ja në qenë ka ankuar kundër votave të Mërgatës, kur e panë që dështuan të pengonin e ta pamundsonin votimin përmes postës. Vetë votuan në KQZ procedurën dhe afatet, e tash kur Mërgata u vetë organizua dhe arriti të sjellë flet votimet nga gjithandej globit, këtyre u djeg. Ky fakt duke harruar që humbjen nuk e kanë nga Mërgata e as nga votuesit në Kosovë, por nga sjellja, veprimet dhe vendimet e dëmshme të vetë PDK-s, që prej themelimit të saj e deri te ky i sotit përmes kësaj ankese të turpshme kundër Mërgatës.